Përshëndetje të nderuar shikues, jemi përsëri në emisionin Ftesë në Librari, në pjesën e dytë të emisionit me profesorin Artan Kacani, për të folur për historikun e Durrësit, pra nga legjenda, nga themelimiti në historinë, në planin urbanistik më shumë, do të them që profesori është i specializuar në urbanistik, të planin historik të Durrësit lashtë, në planin historik të Epidamnit, të Durrësit e me radhë të gjitha etapet. Sot, siç edhe e tham herën tjetër, do të flasim për periudhën romake të, po themi, të Epidamnit ose më shumë të Durrësit. Profesor, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam përsëri në studio dhe siç edhe e lançova, sot do flasim për periudhën romake që ka kaluar Durrësi. Ju jeni specialisti i kësaj fushë, por do të doja të shtoja një-dy gjëra më përpara. Por për Epidamnin, për linjën për dinastinë e Epidamnit, Epidamni Melisa Durrëhu Joni. Këtu mbaroi dinastia e Epidamnit, vazhduan mbretërit e tjerë Ilir, ose më saktë mbretërit e tjerë Taulan, që janë më të shquarit, më i shquari është Glaukia, sepse dikush i thot Glauk dhe në disa historianë Glaukia, që pati edhe ato betejat e famshme me Aleksandrin, por ne jemi të përqendruar tek historia e Durrëhut dhe po flasim për këtë mbret. Pastaj vazhdon Glauku është për shikuesit në borrin e Taulanëve, pra në borrin e Glaukut ka jetuar dhe Piro. Piro e Pirit, sepse kur babai i Piros, Ajakili, u vra, dhe Piro ishte 2 vjeç, Maqedonasit dhe partia pro-Maqedonasit që mori pushtetin e Pir, kërkonin të ta eliminonin Piron, pavarësisht që vetëm 2 vjeçar, pra që të zhdukej linja e Ajakilit, pra e babës Piros, dhe Glauku e mbajti 10 vjet në Durrë, pavarësisht kërkesave financiare që ato afruan Maqedonësit që ai ta dorëzonte Piron, ai nuk e dorëzoi, edhe e konstruan me luftë, ai përsëri nuk e dorëzoi, dhe kur Piro u bë 12 vjeç, Glauku me ushtrinë e vet e vendosi në front. Mbas Glaukut vazhdojmë me disa mbretër, të tjerë Taulant me pluset dhe minuset, dhe një mbret tjetër i shquar Taulant është Monuri, që ka shtypur dhe po themi monedhën e parë në Durrë, që e kemi edhe tek logoja e portalit, që ka dhe emrin Durrë. Dhe mbas tij vjen Mutili, pra që i bie djali Monurit. Pra jemi këtu bërë një pasqyrë kështu të përgjithshme, jo për historianin, po me ato që kemi lexuar. Tani jemi pa ardhur, ne bashkë kemi këmbë bisedën pa ardhur, si më thënë, Roma. Pa Roma, por këtu kishin filluar simpatik pra Romës, siç kishin filluar edhe antipatik kundër Romës. Pra këtu jemi. Tani fjala për ju, profesor. Është vërtet e rëndësishme që ndonjëherë e bukur kur dëgjon që historia e qytetit është e përbërë nga një krah nga emra, nga udhëheqës, dhe nga krau tjetër është e përbërë edhe nga pjesa organike, i shpjeguar nga aspekti urban, shoqëror, dinamik dhe dimensionet fizike që merr vetë qyteti. Nga ky këndvështrim ka shumë pak kërkime, domethënë nëse kërkimet aspektit historik të udhëheqësve, drejtuesve janë shumëta, kur vjen puna e studimeve për sa i takon reflektimit këtyre historive në territor, në hapësirë, në kushtet fizike ku ato kanë zhvilluar përditshmërinë e tyre, është shumë e vështirë. Don kërkime dhe mbi gjitha janë shumë kërkime të reduktuara për sa i takon këtyre gjërave. Kjo është edhe piknisja edhe gjenesa edhe studimit dhe kërkimeve të mia.
më tepër të kuptojmë evolimin fizik të qytetit, gjeografik, sesa atë historik në kuptimin e mirëfillt të vetë historisë më do me thënë se shtetit shqiptar, por edhe të kaluarës së tij. Në shekujt e dytë e të parë para Krishtit thamë që qyteti ishte një qytet forcisht i ndarë në hapësira fizike, gjeografike të mëdha, i kushtëzuar nga uji që më pas transformohet në një zonë këndetore, nga laguna e brendshme e territorit duke kthyer qytetin ishte një qytet ishullor. Thamë njëkohësisht që qyteti ishte i ndarë në dy makrozona të mëdha dhe këto dy makrozona gjithmonë kanë karakterizuar edhe modelin edhe simbologjinë edhe udhëheqjes këtij vendi, pra një formë dytësimi. Dytësimi politik, po të kuptimi kulturor dhe kështu me radhë. Nga një krah një shoqëri që jeton të brenda territorit të Shqipërisë dhe nga një kuptim i cili vinte gjithmonë më tepër nga jashtë territorit, nga deti. Këtu do të jenë edhe simpatitë e para romake, të cilat do i kthejnë qytetin në një ekskluzivitet, mund ta quajmë kështu, në civilitas libera. Më fal profesor, jemi pa filluar luftrat iliro-romake. Absolutisht po. Akoma taulantët nuk kanë rënë, po themi, në thojza nga froni, që pushtetin e marrin ardianët, e Bardyli, Agroni, Teuta, pra nuk kanë filluar luftrat iliro-romake, jemi më përpara. Okej, dëshiroj të kthehemi akoma më përpara. Në këtë këndvështrimi pra kuptojmë që qyteti vazhdonte të ishte një qytet i ndarë. Një qytet fizik, i ndarë nga një krah fusha e poshtme, ku jetonte popullsia, dhe nga krau tjetër densiteti rritej gjithmonë më tepër në pjesën e kotrës. Kjo ndodhte për arsye gjeografike, arsye hapësinore, mjedisore. Ndërkohë që ato që quhen isthmuset kryesore të hyrjes së ujit ndodheshin në Porto Romane edhe në ujin e Dajlanit, filloshin të ishin para pushtetit romak, para se vinte Roma, kanë qenë historikisht gjithmonë. Kanë qenë. Ka qyteti Durrësit gjeografikisht ka qenë një qytet i ishullor dhe me kalimin e shekujve gjithmonë më tepër do të rëndohet qendja të kulturës. Kishin filluar ndërtimet, po themi, nuk kishin më tek parafiti pjesa poshtme dhe pra qyteti kishte marrë formë. Absolutisht jo. Sipas gërmimeve arkeologjike të periudhës bëra nga profesori profesor Tartavi, gjejmë ndërtime helene të ndërtuara mbi Kodrën e poshtme, madje jo Kodrën veriore, deri në skajet e ku sot ndodhen dëshmorët, por edhe zona e vilës, qendër vila helene të modelit të metosur, të densiteti gjithmonë edhe më të nda. Kjo tregon që zona e Kodrës ishte kthyer në një zonë, mund ta quajmë privilegji dhe pasaportë e parë e mikpritjes të kujdo që vinte nga jashtë. Dhe do me thënie statistikore ishte shumë e lartë kuptimin e popujve që vinin gjithmonë më tepër nga jashtë, se sa atyre që ishin nga brenda. Dhe kjo do të rëndoj edhe njëkohësisht, mund të quajmë kështu, kapilarët kryesorë të infrastrukturës, të relievit, të gjeografisë kodrinore të qytetit Durrësit. Vazhdimisht ka qenë një kodër e cila është përmbysur disa herë, gërmimet arkeologjike kanë folur për disa shtrezime mbi njëra tjetrën, pra nuk ka pasur në asnjë moment nuk ka pasur shkëputje ose ndalim të kësaj vimësie, përkundrazi gjithmonë më tepër akumulime të mëdha. Akumulime të mëdha që do të arrijnë pikun kulmore deri në vitin 326 pas Krishtit me tërmetin më të madh. Pra, jemi tek pjesa kur si më thënë, luftrat iliro-romake janë bërë të treja dhe plani urbanistik ka filluar të zgjerohet, po themi, në dyrahun e asaj kohe. Romakët, sepse janë dy teza, romakët ishin dhe në ushtri, apo ishte thjesht një qeveri ose një regjim ose një parti për romake që qeveriste Durrësin. Dyrahun e asaj kohe. Që në kohën ilire, që në momentet ku popullsia e kolonive korfuzit kishte ardhur në qytetin e Durrësit, deri në momentin e parafaqimit me popullsinë lokale, këto kishin treguar vazhdimisht një zhvillim urban ku dominimin e kishte marrë gjithmonë më tepër Kodra.
Kjo ka vazhduar nga antikiteti deri të gjithë kohës deri periudhën romake. Periudhën romake do të krijohen simpati politike që kryesisht ishin popullsive dikushme helene nga Korfusi, kryesisht familjeve të mëdha, të cilat ndodheshin mbi kodër, por dominimi kryesor i qytetit Durrësit do të ndodhi ushtarakisht. Këtë gjë vërtetohet pikërisht pra edhe nga forma dhe gjurma urbane e re, e cila do të imponohet në kulturën gjeografike të qytetit. Do të krijohet ajo që është qyteti i ri Dyrrachium, pra një dytësim i ri, i gjitha saj bashkësie deri dje që ishte bashkësia e madhe që jetonte Knetën për dhe Kotrën. Romakët kishin një koncept të qytetit të jetuarit. Kishin një koncept që e quanin civitas. Ndryshe nga shumë popullsi tjera të cilat jetoshin në dinamike të ndryshme në bazë të kulturës edhe reljevit mjedisor, helenët ndërtonin ndërtesat e tyre qytetet në rrafshët kodrinore, pra i besonin inxhinierisë kodrës. Romakët do të shkëputen nga kjo lloj mendësie e të ndjerit të burgosur nga reljevi dhe do të imponojnë modelin e ri urban civitas. Modeli urban civitas ishte një model kulturor i dëshiruar nga urbanistët dhe nga njëkohësisht kushdo që dëshironte të qeverisë territorin, sidomos kur flasim për ushtarak që mbashin rolin e urbanistit ose ajdile që ishte para prekursori i prokurorit ushtarak. Pra nëse dikush dëshironte që të prosperonte në ushtrinë romake, duhet që të ndiqte një seri gradash oficerësh të ndryshme dhe një ndër to fillonte pikërisht me sistemimin e qytetit. Pra modeli i kulturor i afrimit romak në qytet fillon kryesisht me një urdhër të ri edhe politik në qytet, i cili dit imponoi atë që quhet regjimenti kuadratik ose kohortat urbane romake. Kohortat urbane romake zakonisht ishin kohorta kampamentesh ushtarake, të cilat vendoseshin afër popullsive lokale. Ato që ishin barbare, nëse ndiku për edhe në përmbysjet me luftrat me popullsitë gjermanike, me galët dhe gjithmonë ishte një model çfarë bëshin romakët. Modeli i parë kur afroheshin drejt një popullsie lokale, kishin do të tregonin nepërsinë ushtarake. E para ishte nëpërmjet një prifti dhe një trau, dhe ushtaraku general kryesor ngrijej trau dhe bëri një krijim një kafshë. Dhe trau fillonte dhe ulej avash së bashku me litar, dhe komandanti, ashtu siç kishte kafshën e gjakosur, shpatin e gjakosur nga kafsha, nga krijimi, fillonte dhe gërthiste me të madhe çdo 2-3 metra, 1, 2, 3, 4, dhe këto ishte në kohë që trau ulej, këto metrat bëheshin të dukshëm me fije për gjatë gjithë kampamentit ushtarak. Dhe në këtë mënyrë brenda një gjysmë dite mund të ngrehej një ushtri afërsisht 5.000 deri 10.000, 20.000 ushtar në kohë shumë të shkurtër rekord. Pra krijohej një formë kuqi i madh dhe ky kuq ulej më poshtë një vizore e madhe në dukjen e të gjithëve, i gjakosur edhe për gjatë vijës, fijes dhe ishte një ritual ushtarak. Ky ishte modeli i parë i imponimit. Por kjo ishte edhe një plan urbanistik, po themi, për të vendosur edhe në Fushim, për të vendosur ushtria. Po, për të vendosur ushtria. Shkonte në shenjë në vijën e drejtë që kishte vendosur komandanti. Eksakt. Dhe hapi i dytë ishte ku i tregonin nepërsinë, zakonisht bëshin një mision mjedisor, një katastrofë mjedisore. Shkatronin një faqe kodre, rrafshoshin një pjesë pyjesh, devijoshin një lumë, për të treguar epërsinë e tyre inxhinieristike dhe për të futur në frikë dhe për të futur më njëherë në dialogin armikun. Kjo ishte modeli i pushtimit të territoreve romake, pra një model urban i epërsisë nga të inxhinieristike, e cila tregonte më njëherë formën kulturore vetë fizike, duke imponuar ata. Në qytetin e Durrësit, Decumano dhe Cardio ishin gati dy fjalë të shenjta për ushtrinë dhe për momentin e themelimit. Cardio është aksi i qytetit që hiqet gjithmonë në aksin veri-jug dhe Decumano është aksi që hiqet gjithmonë në korridorin lindje-perëndim. Këto dy akse ishin akset kryesore që përbëshin edhe atë baza kampamentit romake.
bazën shtajake dhe në qytetin e Durrësit këto dy segmentet mëdha ishin përgjatë rrugës cila është në segmentet më të gjata dhe më të dallueshëm në qytetin e Durrësit përsa ta konvjueshmërisë. Ky segment fillon nga Varrezat e vjetra dhe ndajon në bërthamën e amfiteatrit. Pra nëse ne do të heqim një drejtës drejt për drejt. Pra ajo rrugë, siç është rruga Aleksandër Goga, ka qenë, po themi, është shtrirë në kohë e qytetit romak. Një shenjë, po themi, një shenjë dalluese. Është afërsisht 6 kilometra, ndë shekuj është zhvilluar gjithmonë më tepër, ka marrë një ekspansion gjithmonë më tepër ndalje. E besoj dhe shoh sepse, po themi, në fund të kësaj shenjë ose kësaj vije që ju vendosë profesor, është amfiteatri. Pra amfiteatri është ndërtuar nga Perandori Trajan, mos gaboj, në shekullin e dytë. Përpara se të arrijmë aty, është e rëndësishme që të kuptojmë këtë segment, sepse është shumë e rëndësishme për gërmimet e ardhshme. Mbase sot arkeologjia e Durrësit nuk është afër, sa dhe gërmimeve madhështore mund t'i quajmë shfut në datë qytetit që të zgjerim pa një seri ndërtesash. Nëse ne do të ecim drejt rrugës Aleksandër Goga, do të shkojmë drejt gjykatës, pra jemi duke shkuar drejt qendrës gjithmonë më tepër. Në një fakt momenti përballë gjykatës, në anë të gjykatës është një ndërtesë e cila aty fillon dhe momenti bën një hark më të madh, pra rruga fillon devijon. Po. Nëse ne teorikisht do të vazhdojmë të mbashim një drejtës gjithmonë të vazhdueshme drejt. Do të vazhdonim drejt më tutje, pak a shumë të ndodhë një hotel Lido, do të vazhdonim akoma më tutje dhe binim të shkallët e bibliotekës, nga shkallët e bibliotekës mbrapa prefekturës, mbrapa xhamisë, dhe të dilëm direkt tek dera veriore e amfiteatrit. Pra dera veriore, pra flasim për një rrugë me karrocë ceremoniale për të futur drejt për drejt në arenën kryesore të amfiteatrit. Kjo ishte, pra, tregon në zhvillimin e qytetit sepse ishte 20.000 vendesh. Po, eksakt. 20.000 vendesh amfiteatri, kur sot që jemi në vitin 2025, stadiumi i Durrësit është 10.000 vendesh. Është gjysma. Nëse ne ka shumë që thonë që mbase ka pas edhe hapësira tjera të argëtimit në qytet, siç mund të qenë një cirk kuajsh gallash. Nëse ky do të kishte qenë, atë do të kishte qenë pikërisht në anën e kundërt ku sot ndodhet amfiteatri, pra duhet kërkuar pak a shumë nga Varrezat e vjetra. Ose edhe përpara gjithmonë përgjatë segmentit rrugës Aleksandër Goga. Sepse ashtu siç dimë në qytetin teorik Civitas Romak, në ekstremet e Kardios ndodhi argëtimi, ndodheshin ndërtesat e argëtimit. Tashti mbetet rruga tjetër Dekumano që është jo më pak e rëndësishme, por shumë e rëndësishme, sepse është pikërisht qenesa dhe piknisja rrugës Egnatja. Është segmenti lindje-perëndim, së bashku Kardio dhe Dekumano prehen pikërisht tek Muzeumi i Dëshmorëve. Aty kryqëzor, po themi, aty pritet së bashku. Pra për qytetin e Durrësit, Dekumano lindje-perëndim fillon nga uja e Dajlanit, vazhdon tek Dëshmorët dhe mbi Dëshmorët vazhdon akoma sipër. Tashti, çfarë vërteton këtë pikë? Kryqëzimi është mos i dallueshëm gjëra hapësinore. Ajo çfarë bën kuptishme akoma më shumë te qendra është stera mesjetare shumë e rëndësishme që na vjen deri në shekullin e 12. Kjo ster është një pozicion gjeologjik kodrinor në formë hinke. Të kupton, ster është po themi një enë e spermave ku mblidhet ujë. Ku mblidhet ujë, eksakt. Mblidhet ujë sipërfaqësor. Pra në këtë kuptim kuptojmë që edhe relievi kodrinor i pas të shmorëve ishte modifikuar në mënyrë të tillë, në mënyrë që kodra të sillte ujë në formë hinke deri në pikën më të poshtme të sterës dhe kjo sterë të furnizonte më pas ndërtesa shumë të mëdha publike. Është se po ju ndërpres, është e ditur edhe nga historia dhe që kemi lexuar, romakët aty ku vinin ose ku nguleshin, ndërtonin, edhe vetë Roma ka pasur akvadakte e famshme. Qyteti i Durrësit ka qenë një qytet i shëllor, pra i rrethuar nga uji i detit dhe cilje uji në qytet ishte shumë vështirë në zonën kodrinore. Në pjesë ndryshme kotra e Durrësit ka ujë, po jo ujë kuptimin e mirëfillt për atë pishën.
është një sasi shumë e vogël i ujit, vazhdimisht misioni urban inxhinieristik I periudhës romake ka qenë të shfrytëzojë këto rrjedha kodrinore të ndryshme për krijimin e ujëmbledhësve dhe për pasurimin e tyre, aspektin urban, higienik, por qyteti makroinvestimin më të madh për sa I takon furnizimit me ujë e ka parë në shekullin e parë dhe dytë kur është ndërtuar akvedukti I madh. Ky akvedukt I merrte ujë pikërisht nga rruga e Knapja në momentin e ndërtimit të rrugës së Knapja, kur segmenti rrugor kalonte nga rruga e Golemit, spriste poshtë për gjatë gjithë shkonte deri në Peqin me tutje. Ky rrugë segmenti filloi më pas në anën e Kotrës të sipërme, filloi të pajiset edhe me akveduktin. Pra, të gjithë kotrat e Ndroqit, të gjithë kotrat e segmentit të Peqinit filluan që të furnizojnë akveduktin I cili ndiqte rrugën e Knapja dhe vinte deri në kotrat e Arapaj, pra futej korridorin e brendshëm të territorit, pra nga Golemi, vazhdon të ndiqte kotrat e Arapaj, kotrat e Rashpullit dhe vinte deri tek manastiri I Shënëblashit. I Shënëblashit, eksakt. Në manastirin e Shënëblashit, aty më pas bënte bazën e fundit të ujëmbledhjes dhe ishte segmenti rrugor I cili vinte direkt nga kotra e Shënëblashit drejt për drejt tek korridori I ku sot ndodhet stadiumi. Për shembull, kush e mban mend kanalin e famshëm të Knetës, ka qenë një kanal rrugë, sot është rrugë I Somit. Po, ka qenë unë mbaj më. Dikur ka qenë një kanal shumë I hapur. Shumë I hapur. Dikur Ka qenë deri në 90-ën. Eksakt. Ka qenë edhe mbas 90-ës disa kohë, pastaj to migrimet, lëvizja e popullsisë. Eksakt. Kjo infrastrukturë, kanali, ka qenë së bashku me infrastrukturën edhe të ujrave të lartme. Që se ne do kujtojmë akoma dhe periudhës direkturës së regjimit komunist ato që quheshin lugu. Lugu I famshëm I cili heste përgjatë edhe kanalit. Pra, infrastruktura e ujrave të lartme me lugun, së bashku me kanalit janë pjesë e pandashme e furnizimit me ujë që qytetit, sepse pjesa e sipërme shkon në qytet dhe në ndërtesa, kurse pjesa e poshtme çfarkullon shkon tek bimësia dhe tek bujqësia, pra asgjë nuk humbet. Pra, transferimi I ujit me akveduktin I qytetit Durrësit periudhën romake do të fillojë nga kodra e Shënëblashit, do të futet në brendësi direkt me stadiumin. Dhe në periudhën e viteve 1928 ishin sa planimetri urbane italiane të cilat bëshin kërkesa, të bëshin hipoteza të qytetit romak për të bërë zhvillimin urban të ardhshëm të qytetit. Dhe mendohej që I cirku I qytetit të Durrësit mendohej që ndodhej në lartësinë e stadiumit në rrugën Aleksandër Goga dhe synimi ishte pikërisht që sillej edhe akvedukti ose drejtimi kryesor I kanalit drejt segmentit të stadiumit sot shumë të kanë zonë. Të jetë cirku që unë e kam dëgjuar nga ju dhe në biseda, por edhe nga disa arkeologë. Që kemi miqë edhe ata flasin për cirkun që nuk është gjendur vendodhje, cirku I romak, po themi. Rruga e Knetës shkon tek Rotonda, aty ku sot afrohet edhe burgu I famshëm qytetit. Burgu dhe tek Kisha. Po, tek Kisha. Ndërkohë vazhdon në brendësi drejt kotrës Durrësit, gjithmonë nga segmenti që verior I stadiumit të Durrësit. Dhe ky ishte pikërisht pika ku kullonte uji dhe njëkohësisht furnizohej nëpërmjet sistemeve të lugut dhe akvedukteve romake deri në brendësinë e brendshme të qytetit. Në pikën e në dy ploqe banimi më tutje nga kjo rrugë veriore e stadiumit ndodhen njëkohësisht edhe fortifikimet veriore të romake të qytetit. Atëherë kur qyteti ishte 120 hektar, rruga Ysen Mishketa, nëse nuk ka bëj, është edhe një ndër ato rrugët ku ndodhen edhe një ndër kullat e periudhës romake, por që ndërtojnë në ndërtuar pallate të cilat në themelit e tyre kanë akoma kullat romake. Do të thotë shembulli I parë për Ndorja Anastas, për ndërkimet, ose fortifikimet e Kalas, ndërtimi I mureve. Ajo ishte dhe periferia urbane e qytetit.
Nëse aty janë ndërtuar mure të vëndshme për Periodos Anastasit, do të thotë që edhe akoma edhe më përpara kanë qenë një lloj fortifikimi, një lloj limiti i qytetit. Dhe ishte pikërisht aty ku vinte edhe uji, i cili kalonte gjatë kodrave, siç thash, për korridorit rrugës Signake dhe vinte pikërisht në aksin verior të qytetit. Pra jemi në këtë pjesë, profesor. Pra Perandori Anastas duhet të në origjinë e Durrësi ndërtoi muret dhe pas ti vjen amfiteatri i Trajanit, po themi rotonda tek Gjashkëndësi i sotshëm, pra afër Pallatit të Kulturës. Kujt pjesë po themi të qytetërimit romak i përket. Nëse ne gjithmonë konsiderojmë atë aksin kryesor Kardio, i cili fillon nga Dëshmorët dhe vazhdon drejt për tek arena e amfiteatrit, tek porta veriore, heqim të drejtës, drejt për drejt, dhe njëkohësisht hapim kompastin për gjatë forumit bizantin, pra në ekstremet më të gjëra, do kuptojmë që aspekti për ana perëndimore e të gjithë forumit bizantin përputhet eksaktësisht edhe me linjën e Kardios e cila spret për poshtë. Pra, mund ta kuptojmë në rrugën e Kardios si një tangente në një rreth, e cila ishte në anën e saj. Forumi bizantin bën pikërisht në hapësirën e përballë Hotel Lidos ose diçka tjetër. Tek ajo zonë. Tek ajo zonë. Aty është pikërisht kryqëzimi i forumit bizantin në hapjen kompastit më të gjerë dhe në pikpërjen e tangentes me Kardion romak. Tashti forumi ishte një forum pazari i ujit, i mishit dhe i peshkut. Këtë do të thotë që prania e ujit ishte shumë e rëndësishme. Pra ishte një macello, po ta quajmë kështu. Nuk ishte një fruta perime të çfarëdoshme, dhe të shesësh mish, do të thotë që duhet të jesh shumë i kujdesshëm ndaj sasisë që i duke ekspozuar, sepse normalisht mund të shkojë dëm gjithë produkti. Dhe njëkohësisht edhe i peshkut. Do të kesh shumë higjenë, do të kesh higjienën e dur, do të kesh po themi ambientin e dur ku mund të mbash atë mish, sepse ndryshe brenda ditës se nuk hahet më. Ne thamë që uji i qytetit me akueduktin vinte nga zona pak a shumë e stadiumit sotshëm. Dhe kemi kuptuar që qyteti romak njëkohësisht shtrihet në formë heksagonale, pra gjithmonë më tepër kuadratike. Dhe nga kjo drejtës ne mund të kuptojmë që nga stadiumi deri poshtë në veri kishte kanalizime të ndryshme të cilat vazhdimisht furnizonin të gjithë këto rrjetën kuadratike të qytetit. Banjat romake, të cilat ndodhen poshtë themeleve Pallatit të Kulturës, janë vetëm një pikë në qytet ku bie shi nuk përmbyten. Është shumë vërtet. Këtë kam vërtetuar edhe unë. Pak të nëse jeni banor të qytetit shumë vërtet, nuk përmbytet asnjëherë, sa do shi të bjerë. Kjo do të thotë që sistemi i ujit, jo vetëm i furnizimit, por edhe i kullimit, drenazhimit vazhdon akoma mbetet, po ai i cili është ndërtuar sot e mira vite më parë. Është ndërtuar me pendencën e duhur të kullimit të ujrave, përndryshe të kthehej mbrapsh. Pra kemi bërë me një sistem inxhinieristik të planifikimit të ujit nga skajet më veriore deri në ato më jugore të qytetit dhe nga më lindore deri tek ato më perëndimore. Pra kishte një sistem mirë inxhinieristik përsa i takon gjithë këtyre sistemeve të kullimit. Njëkohësisht ngjitur me banjat ndodhesh edhe forumi bizantin, pra forumi i Marcellum, i mishit. Në këtë këndvështrimi pra kuptojmë që sasitë mëdha peshku, mishi, tretoheshin dhe ajo çfarë shohim brapa kolonave të forumit bizantin janë disa skave themelesh, duken tamit pas, sepse nuk ka ndodhur asnjëherë në procesi restaurimi fatkeqësisht. Dhe këto themele janë dhoma të ndryshme ku vazhdimisht zhgërmimet arkeologjike kanë treguar shkallë të ndryshme të cilat zbërsin gjithmonë më tepër në thellësi dhe në to janë gjetur amfora me krip edhe me produkte ushqimore.
Pra po flasim për sa më në thellësi të shkojë, sa më në lagështirë të shkojë, aq më shumë ishte kapaciteti edhe i logjistikës i akumulimit të këtyre produkteve si mishi dhe peshku, i cili marrë nëpërmjet amforave me krip edhe me produkte të shtrencuar, gjithmonë më tepër në freski. Për qark rrethit frymit bizantin dhe këtyre që janë dhomat periferike, është edhe një si tip rrugë korridori rrugor. Ky korridor rrugor zakonisht përdoret edhe nga ushtria legjenare të kohortat e brendshme, të cilët duhet garantonin rritjen e këtyre magazinave të peshkut, sepse vazhdimisht kishte në qytet, qyteti roman kishte në qytet shumë i padrejt, në kuptimin e pabarazive të mëdha, kishte shumë pasur dhe shumë Patricët dhe të bejt. Dhe qyteti vazhdimisht ishte në rrezikun e revoltave drejt pazarit. Pa llogaritur sklevrët, po patricët dhe të bejtin. Pastaj vinte edhe një stres tjetër që ishin sklevrët, që gjithmonë më shumë shtoheshin sepse sa më shumë pasuroheshin patricët, tash aq më shumë sklevrë merrnin për të treguar, po themi, atë stresën ose për të treguar pozicionin në shoqëri. E tregonin me numrin e sklevrëve. Kështu që depot ushqimore të rekatave ishin vendet më të fortifikuara të qytetit. Kjo është nëse dokumentuar kudo, përveç faktin e frikës revoltave në seri që të ndryshme. Për këtë arsye ekziston edhe një lloj korridori ndërmjet këtyre dhomave dhe frymit bizantin të tonë, i cili vazhdimisht monitorohej, patrullohej nga ushtarët. Tashti qyteti pa investimet makro të mëdha duke filluar kryesisht nga pas shekullit parë, dytë dhe tretë. Kur ishte edhe pjesa e lulëzimit të Romës, pa filluar sulmet e barbarëve, pra ostrogotë. E gjithë ne kemi dëshmi urbane të ndryshme edhe gjatë betejës së Yll Cesarit dhe Pompeut. Doja ta cekja, profesor. Pra, nëse më lejon, në ndjesë të ndërprerje, unë shtëpia e gjyshes e nonës që i themi ne, pra ne kam pasur në Plepa, tani është prishur se është bërë mbi kalimi dhe unë deri më 9 vjeç kam jetuar aty. Si fëmijë që ishim, nga Plepat, ne shkonim të shkonim Kavajës për mbjedhnin kështu fruta tegra që ishin në atë zonë. Dhe unë aty kam parë ledhe, pra ose në fortifikime, që më vonë e kam marrë vesh, që aty ishte bërë, si më zhvilluar këtë jetë mes Pompejit dhe Cesarit. Që Pompej vjen me ushtri më të madhe, pra e thyen Cesarin dhe pastaj tërhiqet Pompej pa thyer të madhe. Cesari thotë ai nuk di të fitoj, kthehet dhe synon përsëri dhe thyen Pompej. Tash si qëndron vërtet atyre fortifikimeve aty? Tashti, nëse ne do të kuptojmë historinë, dhe të kuptojmë që betejë e Durrësit ose gjithë pushata e Përdetit Shqipërisë do jap noftën e fatshme Pompeut dhe Cesarit si macën e mirë. Ka do të jetë pikërisht për xhiret e bujqet shqiptare, ato që i japin noftën betejave të tyre si macën e mirë. Pra pikërisht sepse këto territore ishin vazhdimisht korridore, jo një fill ka kuptimin e fortifikimeve, po vazhdimisht bazohesh mbi relieve natyrore, pra mbrojtje, rrethime natyrore, normalisht nuk përshtohet në timi kullave, por kryesorja ishte ajo e mbajtjes së armikut për një kohë gjatë në enklava urbane apo natyrore të limituar nga ushqimi apo nga aksesi në anijet. Përveç faktit sepse xhiret e Shqipërisë ishin shumë pasura me delta lumore të ndryshme, të cilat krijoheshin zona këndetore diku dhe e tillë tjetë edhe betejë e Durrësit. Por ne dini vërtet të shkruar nga vetë libri i Yll Cesarit me betejat e tij. Ai do dokumentoi që gërkyrjet e mëdha të ujit të lagunës së madhe dhe shullore të Durrësit do të mbulojnë me zinxhir pra Porto Romanen dhe ujin e Dajlanit. Ato ku ishin për dy momentet e hyrjes së daljes së ujit të brendshëm në qytetin e Durrësit, do t'i vendos me zinxhir në mënyrë që të mos lejojë hyrjen e anijeve të Pompejut brenda. Dhe do të përqendrojë të gjithë ushtrinë e tij mbas ujës së Dajlanit, duke pritur avancimin e Pompejut përgjatë kalimit në rrugën e plazhit. Trupat e
ligjësor do të pozicionohen në avantazh në kodër, duke e pritur gjithmonë më tepër pra ardhjen e Pompeut, përgjatë gjithë kodrave të kodra Rapaj, në pikërisht në shkëmbën e Kabajës, përgjatë gjithë segmentit gati të ranishtes, duke i lënë edhe trupat të Pompeut vetëm të rrethuar në bërdetin e ranishtes, pra bërdetin e ranishtes të plazhit Durrësit. Kjo do të jetë një korridor betejë, një front betejë afërsisht 6 kilometra, që nuk mund ta quajmë një dëshirë betejë të mirëfillt. Kuptimi betejë ndodhen brenda disa skemave shumë normale, do të thënë një front 6 kilometra nuk ishte një dëshirë normale push betejë, por ishte kryesisht një dëshirë edhe për të rrëmbyer zemra komandantësh, për të rrëmbyer masive ushtarësh ndryshëm. Këto lloj betejësh do të karakterizohen gjatë gjithë antikitetit. Betejë që ne njohim me fortifikimet mirëfillta, me fortesat mirëfillta, me kalat mirëfillta do të fillojnë vetëm nga mesjeta, të tilla do të ketë vetëm kryuja, gjurkasa. Jemi shumë vonë, të them të mbahemi këtu, të rrim te këto. Pra, jemi shumë vonë, të them të mbahemi këtu, të rrim te këto. Pra, këto ishte betejë po themi e Cezarit dhe Pompeut, aty tek shkëmbë Kavajës, që unë asnjëherë nuk e kam kuptuar, sepse thonë shkëmbë Kavajës pavarësisht ai është pak larg nga Klepat, pra nuk atë pothuajse përballë me kavaleshencën, është i sendror. Do doja edhe për shikuesit diçka më shumë për amfiteatrin. Amfiteatri do të jetë njëkohësisht pjesë e njëjtës kohë investimesh, së bashku me akveduktin, së bashku me ndërtimin e shumë ndërtesave të mëdha rrugës e Knarket kryesisht. Dhe amfiteatri ku mbase në periudhat më të hershme, siç është edhe historia vetë shenjtorit të parë atë kështell qytetit Asti, Shënasti, ishte një territor i cili s'ka një jugoj, mendimin tim ishte lënë në një gjendje të mjeruar. Që do të them këtë gjë? Ishte lënë mjeruar urbane, pra tërmeti i fuqishëm që ka ndodhur në antikitet, shekullin e 4, po edhe të tjera mund të ndodhur njëkohësisht më përpara. Vetë Ciceroni të dokumentoi tërmetën në qytetin e Durrësit. Ishte një tërmet i cili një tërmet, domethënë ka shkatruar pikërisht atë çfarë duhet të them është korridori i rrugës Gjykatës dhe amfiteatrit, i cili do të krijojë një zonë barakushe, mund ta quajmë kështu. Pra ka rënë një masiv dheu nga sipër dhe ka ndërtuar një lloj korridori. Ky lloj hapësire, mund ta quajmë gati e lënë masdore në aspektin mjedisor, do të kthehet edhe në territor ku do të ndodhin edhe kujtësime masive. Kujtësime masive e pjesës romake, pra skaj ku do të drejtohet amfiteatri, gjiri ku do të drejtohet amfiteatri ishte një gjë ku nuk ishte rrezikin e sulmeve nga bregdeti. Ishte një skaj periferik i qytetit romak, e cili ndodhej tek dëshmorët, ku ishte ngumbulluar mbase edhe mbetje, burgosje, ergime, visëri që kjo është një arsye që amfiteatri u ndërtuar pikërisht dhe për ata që na ndjekin, ata pashikues që na ndjekin, pra deli një dhënë e re nga jug, që porti ka qenë brenda i shkënetës, pra uji bashkë me ujin futeshin dhe dilnin dhe anijet, ishte një port i mirëfillt me anijet e kohës. Së bashku me akveduktin i cili kalonte përgjatë Knetës, kalonte nga kodrat e Shënobllashit deri tek universiteti, deri tek stadiumi futej brenda, ashtu kaloshin edhe anijet. Është mos e dokumentuar, këtë gjë është mos e normale dhe dili nga uja italianit. Deri vonë, deri në shekullin e 12, gjitha kanavacët veneciane, që do të pastaj edhe më vonë, edhe në shekullin e 16, të gjitha kanavacët veneciane që do të pasqyrojnë bregdetin e qytetit Durrësit në frontin ballor detar
të gjithmonë do të tregojnë urën e Dajlanit si grupën e pikës anijeve që janë duke dalë nga ky. Pra ka funksionuar si port deri vonë. Deri vonë, derisa është kurrë ky grup, ka filluar të forcohet ushtarakisht, ka mbledhur dhumra, duke kthyer edhe zonën e brendshme në një zonë uji ka evoluar, kripa ka ndetur dhe është kthyer gjithmonë më tepër në një moçal. Pra nga një cikël natyror normal i rrjedhjes së ujit është transformuar në një moçal. Moçali ka ardhur deri vonë pra deri në periudhën e italistit të sotshme. Ajo që kishon profesor, amfiteatri më falni, është ndërtuar pikërisht për të dhënë një lloj fryme të re këtij bregu i ngjashëm është edhe amfiteatri në Pula, në Kroaci, i cili pozicionohet nga një krah në një zonë kodrinore, pra përdor inxhinieristikisht hapësirën kodrinore dhe nga krahu tjetër atë fushore. Dhe pozicionohet ballë për ballë në sipërfaqen ujore për të ofruar pamje spektakolare të lojrave. Dhe kjo mundsoi vetëm në përgjigjet ku nuk ishte mundësi sulmi, por ishte një qep i sigurt gjeologjik dhe gjeografik. Atë do të pra jemi kur Durrësi, dyravi i asaj kohe, është zmadhuar dhe zhvilluar aq shumë, po themi ekonomikisht dhe nga ana urbanistike, sa ndërton dhe një amfiteatër siç e theksova, 20.000 vëndesh. Pra ishte një qytet i mirëfillt romak, ku dihet dhe parolla e famshme romake, bukë dhe cirk. Si më thënë, edhe patricët dhe plebetet gjithë donin të shkonin atje dhe të argëtoheshin. Jemi pra të ndrojmë tek periudha romake, profesor, jemi pothuajse në fund të emisionit. Durrësi, ose dyrava së kohë, zhvillimin e pati deri po themi me Romën deri në shekullin e 4. Para fillimit të dyndjeve të ardhura nga lindja avar, visigot, që do të flasim pak më vonë. Pra ky ishte zhvillimi i qytetit. Në dallim nga, po themi nga Lisusi, nga Apollonia, nga Dimali që e humbën shëtimin Durrësi e vazhdoi, ndoshta edhe prej portit, që ku do hynë dhe do dilin Mallra, po edhe prej rrugës së Ignatia, dhe duhet të ndrojë këtu. Pra, zhvillimi romak i mirëfillt ishte deri në këtë kohë. Pa dalë tek ndërtimet bizantine. Ndoshta më vonë në temën me Ana Komnenën që ne do e përmendim. Zhvillimi romak, ose si më thënë urbanistika romake, deri në shkollë lulizoi. Ajo vazhdoi, është gjatë gjithë kohës. Por pikprisja më e madhe, pra pikë ndalimi më i madh ka ndodhur në 326. Tërmeti 326 ka ndodhur dy, një 324 ka qenë çik më i ulët dhe 326 ka qenë i latashëm të qenë kështu për vetë faktin sepse ka shkatruar komplet qytetin e Apollonisë, ka ndryshuar delta e Vjosës, lumi i Vjosës vazhdon të përgjatë gjithë segmentit dhe vazhdon të përgjatë kodrat e Apollonisë poshtë, ndërkohë me tërmetin e 326 lumi i Vjosës dhe zbresi poshtë në nart ku ndodhet sot. Pra do të ndryshoj komplet rrjeta dhe gjithë ajo hapësirë fushore sot do të fillojë të akumulohet avash në shekuj. Tërmeti 326 se ka pasur për qendrën afërsisht afër Pierit, tipi i sotshme, dhe ka shkatruar tërësisht qytetin antik romak, qytetin e Durrësit. Tërmeti Këto kanë qenë dy tërmetet më të fuqishme, dhe flasim edhe më vonë për tërmetin 1272-shit, por 326 ka qenë shumë domethënës për vetë faktin sepse në ky moment e ka bërë amfiteatrin të pa rikuperueshëm. Pra të pa rikuperueshëm në aspektin inxhinieristik urban. Amfiteatri kur është ndërtuar nga inxhinier shumë të zot, shumë të mirë, sepse ne kuptojmë që çdo metër linear shohim tulla argjili, të cilat përdoreshin, tullat argjili përdoreshin për të absorbuar lëkundjet e tërmetit. Pra inxhinierët i dishin shumë mirë që qyteti ishte lëkundje sismike, për këtë arsye po breza lineare për të absorbuar ujët në momentet e lëkundjeve. Pra inxhinierët romak të asaj kohe kur kanë ndërtuar amfiteatrin e kanë imagjinuar nga baza më e poshtme, shtres më shtres në të gjithë aspektin duke u ngritur sipër. Mendoj që ka pasur korrupsion,
ka pasur korrupsion të lartë, për vetë faktin sepse nëse mendojmë që ka qenë një amfiteatër për 22.000 persona dhe nëse ne futemi brenda galerive, do kuptojmë që me zor ecim 2 persona. Pra do kuptojmë që ose kapaciteti nuk ishte vërtet për 22.000, ose mbushej më pak, ose vërtet fondet janë vjedhur. Duhej ojë të tëra që të mbushej arena. Pra kuptojmë që megjithatë shekulli i dytë ishte një shekull ku dy luftimet nuk ishte më prioritare betejë në vetvete, pra dy luftimi fizik më tepër se sa ishte narrativa e pushtetit. Çfarë duhet të them me këtë gjë? Nëpërmjet muzikës, nëpërmjet kërcimit, nëpërmjet dy luftimit të njëherë, edhe kërcimit së bashku, ky ishte synimi kryesor i amfiteatrit, pikërisht ka bashkonte arenën me teatrin, pra dhe të linte forma dy luftimi teatrale, tregohesh histori. Nëse ne shkojmë në qytetin Apollonisë sot dhe të shohim një ndër freskat e cili është riprodhim brenda muzeut, do kuptojmë se si shumë gra të ndryshme luajnë një rol themelor në shoqërinë asaj kohe. Pra nëpërmjet muzikës, nëpërmjet kërcimit lëviznin burrat nga palestra drejt betejës dhe drejt peshkimit, apo nga peshkimi dhe beteja të ktheshin brapa në qytet për një seri. Pra, ne sot kur duam të marrim një informacion për një veprim të madh kolektiv shoqëror, shkojmë në internet dhe kuptojmë kush janë pasojat apo përfitimet. Por para 2000 viteve, nëse dëshirohet merri vesh këto informacionesh, nëse dëshirohet ishte edhe i përdycuar mbi vendimet e Këshillit Bashkiak apo shkallës qytetit, duhej mos që t'ishe i përfshirë në këto lloj debatesh, arenash, shfaqjesh e gjithë tjerat me radhë. Normalisht nuk mungonte vrasja, nuk mungonte edhe që vërtesh njerëz, ndryshëm kjo gjë është dokumentuar edhe nga krishterët e parë, të cilët e shohin me përbusje për këtë lloj qakosi të arenës. Sepse po themi një gjah, më thonë za i mirë, për lojrat ishin pikërisht krishterët që kryqëzoheshin, digjeshin, vriteshin për shumë arsye, sepse në atë kohë feja krishtere ishte, po themi, ishte jashtëligjshme. Duhej ardha e perandorit Konstantin që feja krishtere të futej në perandorinë romake pas kuvendit famshëm të Nikeas. Por të ndrojmë tek Durrësi. Pra, pak a shumë kjo është periudha e lulëzuar romake që qyteti kalon. Besoj që pak a shumë i tham gjërat për këtë periudhë, pa hyrë tek pjesa kur perandoria romake ekzistonte dhe nuk ekzistonte, sepse filluan valët ardhjes së fisëve barbare nga Lindja, siç i përmend Ostrogot, Vandal, Hunët e Atilës, pra avarët, bullgarët e sotshëm, popullsitë turkmene, slavët, pra gjitha këto ndikuan dhe në Durrës. Por ne folëm deri tek periudha romake, këtë pjesën, po themi, ku shumë gjëra u plaçkitën, edhe u prishën, edhe vetë qyteti u doq, u pritën, themi tani për një mision tjetër kur flasim për periudhën bizantine, që nuk është aq e pasur sa periudha romake, këtë nuk e di mendimin tuaj, por besoj që nuk është aq e pasur. Qyteti romak dhe qyteti bizantin kanë pak a shumë të njëjtën. Qyteti bizantin ndonjë në kufit e qytetit romak nuk është që pati një zhvillim, një boom urbanistik siç ndodhi me qytetin romak. Pra, ishte një stagnacion në kohë, në shekuj, dhe nuk fritet, se duke qenë të ishin dhe këto 12 nuk fritet, nuk ka shumë shkrime sa ka për pjesën, po themi, të qytetit romak. Fillohet dhe përmendet pak më vonë, Ana Komnenën me kjo shumë mbrapa është Bizanti, pra ka një dallim shumë të madh në aspektin gjithmonë urban, nëse flasim. Romakët nuk na mësuan asnjëherë që deri diku qyteti është një qytet i tërmetosur. Vazhdimisht sjellin blloqe me emiri për të reklamuar fuqinë e tyre të pushtetit në ndërtesa. Duke filluar nga shekulli i dytë me periudhën e hetimit të amfiteatrit, por edhe më vonë, avash, pra me një kulturë ku ne filluam të mishërojmë kulturalisht atë çfarë ishin
filluam që të bëhemi vetë patron të dijes urbane, filluam gjithmonë më tepër që ndërtimet, infrastrukturat, filluam t'i bëjmë më të delikatshme, gjithmonë më tepër me materiale lokale, duke qenë gjithmonë më tepër afër dijes inxhinierëve. Pra në qëse periuda romake ishte një periudhë ku nuk mendohej gjeologjia, pra imponohej, siç e thamë që në fillimin e vet, ku romakët impononin forcën e tyre, që periudhës bizantine ishte vetë deri ku inxhinier lokal, familje lokale, qyteti Durrësit do të ketë paçka se do të vinë gjithë dyndje të ndryshme barbare, qyteti Durrësit gjithmonë do të imponojë një model qeverisësje urbane, këshillesh bashkiake, shumë herë më të arrirja se sa vendbanimet e tjera. Për vetë faktin e shtrëngësimit historik dhe nevojës së menaxhimit aseteve urbane në një nevojë gjithmonë më tepër kolektive dhe të përbashkët nëpërmjet taksimeve dhe kështu me radhë. Kulla të ndryshme do të lindin në kodrën e Durrësit dhe të përforcohen nga familje të ndryshme bizantine që paçka se kishin dyndje barbare të ndryshme, vazhdimisht popullsia e Durrësit, po flasim për vasalë, pra vasal, nuk flasim për një shtet formin si ditë sotshme, po flasim për njerëz të cilët paguheshin muj të ndryshëm nga persona të ndryshëm dhe vepronin në flamuj të ndryshëm. Qyteti i Durrësit gjithmonë deri në kapitullimin deri në orën 1400 të Bizantit ishte ishulli perëndimor i dominimit bizantin, ku të gjithë Ballkani kishte rënë nën sundimin osman, nën sundimin slav dhe tjerë me radhë, Durrësi vazhdonte të ishte së bashku me gjirin e artës, së bashku me territorin e ndryshme të 1502. Pra kjo do të thotë që 1502 është pushtuar nga turqit. Pra, kjo do të thotë që kishte një qeverisje urbane e cila nuk përtypej kollaj nga vasal të ndryshëm apo nga tjerë që sepse para se të vinë aty kemi, siç përmenda, vajzën e perandorit Bizantit, Ana Komnenon, që ka shkruar dhe një libër për mbrojtjen e Durrësit, kemi Topiajt që rrjedhin nga Anxhurinët, po i drejtimi nga Venecia, 1300-1300. Kemi Venetikun, pra kemi periudhë që do i prekim më vonë. Profesor, më shumë se sa i knaqur që ishte sot këtu, dhe shpresoj të të kem sa më shpejt dhe sa më shpesh. Nderuar shikues, ju falenderoj dhe juve për vëmendje, falenderoj shumë për gjithçka që ne edhe folëm dhe që ju nga bëqet me, po themi, me kaq këshillim. Profesor, faleminderit. Nëse ti ishe.